Miq të Krushop, sot jemi në Yachting Festival të Kanës, në një nga mjetet e porositura nga Krushop, Scania Envy 1100. Ky mjet, ndryshe nga mjetet e tjera që kemi sjellë për ju në Shqipëri, është me motora Entrobord. Dhe do të shikoni se sa e veçantë është kur mjeti ka motorat e brendshëm, ndryshe nga motorat e jashtëm. Pra kemi një platformë ku ne shikojmë detin më së miri pasi lloj pengese. Na ndiqni për t'i parë nga afër dhe ju. Pra shikoni, jemi në pjesën e platformës së plazhit. Një platformë e tillë pas një lloj pengese, duke mos pas pjesën mbrapa të motorave që pengojnë pamjen, e bën këtë mjet të jetë shumë luks. Mendoni sikur jeni në një xhi me fëmijët tuaj apo me miqtë tuaj duke pirë një gotë vere dhe ju e keni detin kaq afër. Pra këtë lejojnë motorët e brendshëm ndryshe nga motorët e jashtëm. Tani do shikojmë pak urën e komandimit dhe do shikojmë dhe zonën e akomodimit. Këto janë ambientet ku ne do gatuojmë, ku ne do të servirim drekën. Si të shikoni, këtu në një mjet të tillë mund të montohet një pjasër me induksion. Kemi një lavaman. Pra ne këtu kemi gjithë pjesën e akomodimit gjatë momentit të drekës, ku kemi dhe një tavolinë, vendosim dhe një tavolinë ku mund të qëndrojmë deri në 6 persona dhe të transferohemi pak në pjesën e komandimit të këtij mjeti. Pra këtu në zonën e komandimit, ne shikojmë që nuk mungon asnjë nga pajisjet navigacionale, kemi 2 motor Mercruiser 350 kuaj fuqi të brendshëm, kemi një elik bashi që e lëviz mjetin shumë lehtësisht me elikën elektrike, kemi një impiant audio fuzion, kemi parametrat e motorit digital me një monitor të tyrin, kemi një plotter 12 Garmin, kemi dhe zonën e botunerisë që është tepër e thjeshtë, vingji i spirancës, pra këtu ne nuk gabohemi dhe nuk konfuzionohemi gjatë lundrimit. Ky mjet, edhe pse 11 metra, duket shumë i madh pikërisht nga këto opsione që ne po ju tregojmë. Shikojmë pak dhe gabinën. Është një gabinë tepër komode për një çift. Pra kjo gabinë me këtë lartësi na lejon që të qëndrojmë në këmbë. Këtu ulemi dhe shtrihemi. Pra 2 persona qëndrojnë tepër komod, kemi një lavaman. Normalisht duhet të kuptojmë që nuk është një mjet i madh, por edhe pse vetëm në 11 metra kemi këto lloj hapësirash. Pra të dashur miq, hajdeni në Krushop dhe do t'ju shpjegojmë pastaj të gjitha detajet teknike që ky mjet meriton çmimin që ne do ju tregojmë kur ju takojmë dhe të jemi duke biseduar së bashku. Ju faleminderit.